Erse Korç Voskopoj do t'jetë guida e radhës në emisionin Pushës Shqiptarçe. 110 kilometra të rikonstruktuara nga përmeti në Korç u jep mundësinë teleshikuesve shqiptar të eksplorojnë më shumë bashkinë e Ersekës, tek e cila në peizazhin breslënës natyror kanë lullëzuar agroturizme dhe vizitorët e huaj dominojnë. Po shqiptarët dhe një ndalesë e magjishme në qytetin e Serenatave, Korçën e bukur do të sjellë jo vetëm vlerat historike dhe turistike, ditën apo natën, por dhe do t'japim sugjerime mbi akomodimin tuaj nëse jeni sidomos grupe të mëdha. Marrëdhëniet Korç-Shkodër, përveç se marrëdhëniet e biznesit, ne kemi dhe marrëdhënie krushqie, kështu që jemi shumë afër me njëri tjetrin, bashkëpunimet janë të shumta edhe me agjenci turistike nga qyteti i Shkodrës. Dhe kur shkon deri në Korç, patjetër që dhe Voskopoja duhet jetë pjesë e guidës tuaj. Ajo vizitohet shumë më mirë tani që dhe fluksi vizitorëve ka rënë në të stinë. Udhëtoni përmes reportazhit që kemi përgatitur, Erse Korç Voskopoj, të mërkurën datë 12 nëntor 2025 në orën 21 në emisionin Pushës Shqiptarçe të TV1 Channel.